Sot do të folim mbi vlerat e haxhit. Çfarë vlere ka haxhi? Çka do të thuhet në koncepti shpirtëror njeriu, besimtari musliman, që ta kryen obligimin, shartin, kushtin e pestë të Islamit. Allahu Gjelleshanuhu e mësoi Muhammed Mustafa duke i thënë: o Muhammed, thuvu ummetit tënd se haxhi është një vlerë e barazume me xhihadin. Xhihad është një lloj lufte pa armë, me armë shpirtërore në rrugë të Zotit. Pse i kanë thënë ulemaja dhe Muhamedi a.s. e shpjegon haxhin si një luftë, si xhihad. Pregaditja shpirtërore është xhihad me vetë.